2 vjetë masi jo majtë zgjedhjet komunale, kemi ardhur me pa se sa i ka përmbush premtimet kryetari i komunës Junikut Agron Kuqi. Komuna e Junikit ka gjithsej këtë vit 77 njerë. Diçka su pajtu opozita, urdhënoni. Vëll, veç do të diçka tjetër, NIP-i do të diçka tjetër, po konflikt interesit në komunën e Junikut janë të shumta. Kryetari në 2013 ka thonë që tradita dhe kultura i mbrojnë pyjet. E ju na keni dërgu këto foto. Kryetar, çfarë po ndodh me pyjet juja? Pamjet janë shqetësuese, mirë po gjendja alarmante nuk është. Pse s'kena qerë dhe në Junik? Se qasja e qeverisë Mustafa është jashtëzakonisht përjashtuese për ekzekutimin e komunës Junikut. Aty asnjë kaci i zog nuk o qitë në ta, as san mi këtë nuk o bon. Qysh paret i ka marrë, s'ka shtru rruga? Jo, paret që në marrë sepse kemi pas obligime, sepse qeveria Mustafa e ka mbyll derën për komunën e Junikut. Në emën të qytetarëve do të bëjmë shkelje ligjore dhe pevrej që është shkelje ligjore. Premtimet janë karshi nevoja të qytetarëve, sepse ne jemi për qytetarët. Pse s'keni pagu taksën në proni, keni bësh 1100 euro taksës në pronë komunës Kallxhu? Pse nuk pe pagun? Pse? Se këtu bëhet një kesë përdorim shumë e mjetët. Kush prej drejtorëve t'juj ka bërç komunës, apo na kallzojnë qëta?